A e di o agjërues? A e di se Ramazanin do ta përjetojnë vitin e ardhshëm vetëm të gjallët, dhe ti mund mos të jesh prej tyre. Prandaj bëj vepra të mira, pendohu tek Allahu, qaj për mëkatet e tua, shfrytzoje këtë muaj, i cili mund të jetë i fundit për ty. A e di se nën tokë ka njerëz që qajnë dhe vajtojnë, jo për shkak të ndarjes nga fëmijët dhe pasuria e tyre, o për shkak të humbjes së shumë Ramazaneve. Nuk kanë depozituar vepra të mira. Prandaj falëndero Allahun që të la të jetosh e nuk të bëri të vdesësh. A e di se në spitale ka shumë të sëmur, të cilët janë të privuar nga agjërimi dhe falja e namazit. Lotët e tyre rrjedhin nga vajtimi për shkak të mospranisë së tyre me vëllezërit e tyre në këtë muaj. Falëndero Allahun, i cili të dha shëndet, ndërsa të tjerët i ka sprovuar me sëmundje. Ke kujdes nga humbja e fesë tënde me neglizhencën tënde ndaj namazit, për shkak të gjumit apo kalimit nga koha e tij. A e di se kujt i agjeron stomaku dhe nuk i agjeron syri, veshi dhe gjuha nga të ndaluarat? Ai ka përfituar nga agjerimi vetëm urinë dhe etjen. A e di se shejtanët nga lloji i njerëzve nuk prangosen në Ramazan? Ata janë më të rrezikshëm për fen tënde se sa shejtanët nga lloji i xhinëve. Prandaj ki kujdes prej tyre. A e di se nata e Ramazanit është e barabartë me ditën për sa i përket shenjtërisë? Mos u bë prej atyre të cilët agjerojnë ditën nga e lejuara, kurse gjatë natës hanë harame. Profeti alayhis salam ka thënë: hani syfyr, se në të ka bereqet. A e di se ta kërkosh natën e Kadrit dhe të falësh namaz në të me besim dhe duke llogaritur në shpërblimin e Allahut, veprat e tua do të ngrihen sikur të kishe punuar 80 vite. Mos e humb këtë mundësi duke shëtitur në përtregje dhe duke humbur kohën në atë që nuk sjell dobi. A e di se nëse nuk i braktis fjalët e këqija, gënjeshtrën, shpifjen, përgojimin, sharjen, mallkimin, Allahu nuk ka nevojë që të lësh ushqimin dhe pijen tënde, ashtu siç thuhet në hadithin autentik. A e di se muaji i Ramazanit është mundësia e artë për duhanxhin që ta braktisin atë dhe ta zvendçojnë me mizvak? A e di se umreja, vizita e Ka'bes në Ramazan, e ka shpërblimin sikur të kryesh haxhin me pejgamberin alayhis salam? Shfrytzoje këtë mundësi. A e di se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë amin në lutjen e Xhibrilit për atë që e ka arritur Ramazanin? Ka përfunduar ai dhe nuk i janë falur mëkatet? Ai do të futet në zjarr. A e di se gjumi i natës ndihmon për shfrytëzimin e ditës me vepra të mira? Shfrytzoje atë brenda një pjese të natës dhe ki kujdes nga pagjumësia në gjëra të kota. A e di se Allahu i lartësuar i jep agjëruesit shpërblimin e shumë fishuar për atë që i jep ushqim agjëruesit, qoftë edhe me një gotë ujë. Prandaj, i privuar, llogaritet ai që është privuar nga kjo mirësi e madhe me këtë vepër të lehtë. E lutim Allahun e lartësuar të na mundsojë ta përfundojmë Ramazanin, duke qenë Allahu i kënaqur me ne. Amin.